Rrjetet sociale janë bërë pjesë e rutinës sonë të përditshme. I përdorim çdo ditë për të ndarë pjesë nga jeta jonë përmes postimit të fotografive me miq, check-in në restorante, postimit të statuseve për atë se si ndjehemi apo se çfarë po bëjmë. Por, pas gjithë kësaj shpërndarje të informatave, a e keni pyetur ndonjëherë se sa të sigurta janë të dhënat tuaja personale në internet? Të dhënat tuaja personale janë shumë më tepër se sa vetëm emri juaj apo fotografia e profilit. Ato janë të gjitha informacionet përmes të cilave mund të identifikoheni. Publikimi i tyre mund të duket i padëmshëm më vete, por së bashku ato formojnë një grup të rëndësishëm të dhënash që mund të përdoren, keq përdoren apo madje edhe vite. Në ditët e sotshme është bërë krejtësisht normale që njerëzit të ndajnë shumë informacione për veten, të afërmit dhe miqt në internet, veçanërisht përmes rrjeteve sociale. Ndarja e përditshme dhe e detajuar mund të duket e padëmshme, madje edhe argëtuese, por sjell rrezikje serioze. Kriminalet kibernetik mund të përdorin informacionet që postoni për të kryer vjedhje identiteti, për të nisur mashtrime të drejtuara ndaj jush apo edhe për të ndjekur lëvizjet tuaja fizike në jetën reale. Prandaj është e rëndësishme të mendoni para se të postoni diçka. Pyesni veten: a është me të vërtetë e nevojshme të ndaj këtë informacion? A mund të përdoret kundër meje? Një nga hapat më të thjeshtë, por më të fuqishëm që mund të ndërmerrni është të kontrolloni se kush i sheh postimet tuaja. Hyni në cilësimet e privatësisë në rrjetet tuaja sociale. Kufizoni audiencën tuaj vetëm tek miqt dhe personat e besueshëm. Sigurohuni që profili juaj të mos jetë i dukshëm për publikun apo për çdo që kërkon në internet. Sepse kur bëhet fjalë për të dhënat tuaja personale, mbrojtja e tyre nuk është vetëm një ide e mirë, është thelbësore. Doni mbrojtje shtesë, mund të aktivizoni autentifikimin me 2 faktor. Një fjalekalimi i fortë plus edhe një hap i dytë verifikimi bëjnë ndryshim të madh. Nëse diçka nuk është në rregull, si për shembull, qasje në profilin tuaj nga një lokacion që nuk e njihni apo ndonjë aktivitet i çuditshëm, mos pritni. Raportoni menjëherë dhe ndryshoni fjalekalimin. Veprimi i shpejtë mund të ndihmojë në parandalimin e problemit para se të përkeqësohet. Mbrojtja e dhënave tuaja personale fillon nga ju. Përdorni mjetet e sigurisë që ofrojnë rrjetet sociale, qëndroni të kujdesshëm dhe ndani informacionet me vëmendje. Sepse informacioni ju përket juve, edhe vetëm ju duhet të vendosni se kush mund ta shohë atë.